48 orë me mot ekstrem dhe temperatura deri -3 gradë Celsius. Meteorologët njoftojnë se nga dita e sotme deri në vijim do të ketë një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit në vend. Sipas tyre, kjo do të jetë më e dukshme gjatë mbrëmjes së ditës së sotme dhe mëngjesit të ditës së premte. Në zonat malore si Bajramçuri dhe pjesët veriore të vendit, temperatura do të bien deri në -1 gradë Celsius, ndërsa nuk përjashtohen edhe vlerat negative deri -1 apo -2 gradë Celsius në fshatra. Mbrëmjen e sotme priten rreshje dëbor veçanërisht në zonat verilindore dhe juglindore me nivele rreshjesh dëbore që do të fillojnë nga 700 metra mbi nivelin e detit. Duke filluar nga dita e sotme deri në vijim do të kemi rënje të temperaturave të ajrit me ndjeshme. Kjo pritet të jetë gjatë mbrëmjes së sotme dhe mëngjesin e ditës së premte. Në qytetet e zonave malore, temperaturat e ajrit do të zbresin nga 0 apo 1 gradë Celsius si Bajramçuri, zonat veriore. Do i kemi prezente rreshjet e dëborës në mbrëmjen e sotme. Kemi një ndërhyrje të masës ajrore e cila vjen nga zona e ftohtë e kontinentit që bën të kemi rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit. Do të kemi rreshje dëbore në zonat malore, por mbrëmja e sotme dhe mëngjesi i ditës së premte do të kemi shfaqje të rreshjeve të dëborës në zonat verilindore, por edhe në juglindje. Në verilindje, rreshjet e dëborës do të jenë mbi 700 metra mbi nivelin e detit, por edhe në zonat e juglindjes. Meteorologët theksojnë se ky fenomen meteorologjik shkaktohet nga një masë ajrore ftohtë apo depërton nga kontinentet veriore, duke sjell ulje të temperaturave dhe rreshje dëbore në zonat malore dhe veriore. Në kryeqytet, për shkak të lagështisë së lartë në ajër, do të vrehet gjithashtu një rënje theksuar e temperaturave në ulësiron perëndimore, ku maksimumet pritet të arrijnë deri 24 gradë Celsius. Temperatura do të luhaten në mënyrë më të moderuar.